Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me zemër, duke ju uruar që kjo ditë të jetë e mrekullueshme për ju. Të jesh pranë natyrës, ta shijosh atë, nuk është thjesht një përfitim i rastit, por një përfitim që hyn në brendësinë tënde. E ndjen së brendshmi, por natyrisht e ndjen shumë fizikisht. Shkodra është një atraksion më vete, është një kompleks natyror ku mund të shijosh të gjitha mundësitë që kanë relievet për rreth saj, malin, lumejt, liçenin, detin, pak kilometra më tutje. Janë të gjitha këto që të rrëmbejnë, të thonë, hajde tek unë, shijo mrekullinë që ka fal Zoti për rreth Shkodrës sonë të mrekullueshme. Po sot ne do të ecim mbi liçen. Më saktë do të vozicim me kanoe, sepse kjo mundësi është shumë e mirë për të shijuar liçenin në gjërsinë e tij, për të shijuar sipërfaqe të mrekullueshme dhe mundësinë që ai të ofron me florën dhe faunën e pasur. Eluing Sporting është një mundësi që kanoet të jenë tërheqja juaj e kësaj vere, një nga mundësitë e mira për të shijuar këtë stinë të mrekullueshme. Ndaj sot do të ndalemi në udhëtimin me kanoe. Me mua sot në studio është zoti Luan Tota. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Është kënaqësi të ndodhem këtu, shumë faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit për mundësinë që na jepni ne subjekteve rekreative. Po, që të reklamojmë dhe të kapim një të dëgjohet zëri si. Është mjaft bukur të hedhësh vështrimin në udhëtimet tuaja. Besoj se është shumë tërheqës që mëngjeset deri ndoshta në buzëmbrëmje të gjejnë përreth ujrave të liçenit në vozitje të vazhdueshme me njerëz që vizitojnë pikërisht këtë udhëtim të këndshëm. Patjetër, është viti i dytë që ne po ofrojmë këtë lloj shërbimit, me llojin e meçerate kanove në liçenin e Shkodrës. Pas një suksesi jo të vogël vitin e parë, që ishte një vit pandemik, do thoja unë, ku njerëzit ishin pak nga ana psikologjike. Këtë vit është diçka më ndryshe. Njerëzit na njohin tashmë. Njerëzit po abonohen, po shëtisin gjithë një më shumë me kanoe, po shijojnë gjithë një më shumë këtë perlë të natyrës që na ka falur Malli Zot. Këtë qetësinë që të ofron uji, qëndrim, afërsia me natyrën. Gjithë nga lindja e diellit, që është një pamje fantastike, një qetësi e pa imagjinueshme, deri tek perëndimi i diellit, që është shuhet shiroka për perëndimin e saj bukur. Ideja jonë ishte përveç shiroka që është një bukuri, një perlë në veti, njerëzit që vinë aty të konsumojnë një kafe ose një drekë, të kenë mundësi të qëndrojnë më gjatë në shirok. Të shijojnë gjithashtu. Pra është një itinerar që të ofron mundësinë ndalesës. Është një pjesë shërbimi në të mirën e njerëzve, pushuesve, që të kalojnë sa më shumë kohë në afërsi me natyrën. Në fakt, besoj se duhet jetë një adrenalinë e veçantë, një kënaqësi kur ashtu është. Përveç adrenalinës është edhe emocioni dhe gjendja emocionale që të jep. Qëndrimi, ajo qetësia që të ofron kur je midis me ujë, kur po vizit me kanoe. Gjithashtu mos harrojmë edhe florën dhe faunën. Do të ndalemi gjatë bisedës. E kam pjesën për bukuritë e zambakëve të ujit, e tjerë, dallëndysheve, faqebardhe, me qafëve, lejlegëve, pelikanëve, kaçorrave, e tjerë. Një mrekulli. Gjithë kjo shërben karikosh bateritë me pak fjalë. Në fakt ju niseni, nuk e di në çfarë brigje, dhe keni një itinerar që mund të shkoni në një breg tjetër. Janë disa itinerare.
ne jemi me lokacion në qendrën në Shirok. Çdo kush që vjen, ka ardhur, por që do të vi, pasi marrë kalon me qira, destinacioni i preferuar deri më tani në top list number 1, numër 1 është fusha me zambakët e ujit. Gjithashtu është destinacioni tjetër është drejtimi drejt Zogajve, po gjithashtu edhe drejtimi rreth lumit Buna. Ka një pikpamje ndryshe emocionale, të shikosh nga uji, urën e vjetë Bunës dhe kalan gjithashtu. Është çdo kush mund të thonë, jo është një jetë gjatë, jo nuk është një jetë gjatë, duhet ta provosh ta përjetosh. Çfarë gjatësish përshkruajnë këto itinerare? Gjatësitë janë relativisht shumë të shkurtra. Bëhet fjalë për 1, 2, 3 kilometra që mund të zhvillohen në më pak se 1 orë, maksimumi 2 orë. Kjo bën që njerëzit mos të vënohen shumë për të kryer punët e tyre, dhe gjithashtu të shijojnë edhe këta perla të fshehura të natyrës, siç është fusha e Zambakëve. Ku ndodhet kjo fusha e Zambakëve, se shumë kurioz na bën. Është nga pjesa e Livallëve, që nga toka është pak e vështirë të shkosh, pasi bimësia është rritur dhe ka shumë gjelbrim, kurse nga uji është shumë e thjeshtë. Janë 700 metra nga qendra e Shirokës, në vi të drejtë, i aty dhe shikon një mrekulli që s'do ta kishte madhe se ekzistonte në Shkodrën një gjatë. Pra i shoqëruar jo vetëm nga uji, i cili është, domethënë, është ajo pista mrekullueshme, por shoqëruar nga kjo pasuri e madhe bimore, por edhe gjallësave që jetojnë në liçenin e Shkodrës. Kjo është gjithë ideja. Të afrohesh me natyrën, do të thosh të shijosh, të kënaqësh syrin, të kënaqësh zemrën, të kënaqësh shpirtin. Është diçka ndryshe nga rutina e përditshme e qytetit. Gjithashtu dallandyshet faqebardhe që mbizotrojnë në atë fushën e Zambakëve, që është një specie e rrallë dhe tipike e liçenit të Shkodrës. Është një bukuri ti veshtrosh. Është një emocion në veti ti. Ndodh që në kanoet ju shoqërojnë edhe këto gjallësa, të jenë bashkë me ju her pas here t'ju vizitojnë? Duhet t'jesh me fat dhe duhet t'kesh durim. Duhet presësh që në momentin e duhur, por në përgjithësi janë, sepse aty ka një qetësi dhe njerëzit nuk ka ikur koha që njerëzit tash të ngacmojnë. Tash njerëzit po i shijojnë këto bukuri. Ja, mrekullueshme. Të marrësh një kanoe, do të thotë të jesh instruktuar në lëvizje, apo është edhe i shoqëruar nga një instruktor nga Eluin Sporting? Kjo është bukuria tash. Për të marrë një kanoe me bën një xhiro të thjeshtë në liçenin e Shkodrës nuk ka nevojë për asnjë lloj përgatitje. Ka nevojë për një dashuri për ujin, ka nevojë për një dashuri për natyrën. Edhe për paguzin. Do thoya që po dhe jo, okay. Shiko, shkodranë përgjithësi jam mësuar me ujin. Është vërtet. Që në fëmijëri. Po. Okay, kjo për nga afërsia që kemi ne me ujin. Ndryshe nga një turist ose një që nuk e njeh ose tjerë ka nevojë për një guid, ka nevojë për një shoqërues. Përgjithësi janë grupe ose çifte që vinë aty, marrin me çfarë kanoe dhe kalojnë 1 ose 2 orë ose më shumë në qetësinë e tyre duke shijuar. Kjo do të thotë që të rrallë janë ata që nisen vetëm me një kanoe. Për momentin janë të rrallë. Për momentin janë të rrallë, sepse edhe kjo do në shoqëri, se vetëm ka, sepse ne po bëjmë edhe një paket abonimit, në 1 orë me një çmim një kafe, më mirë 1 orë në kanoe se në duke konsumuar një kafe, që është një çmim absolutisht i vogël, dhe duke dhënë mundësi njerëzve që të vinë të afrohen sa më shpesh, të jenë frekuentues të rregullt të kanoes, jo vetëm 1 herë ose 2 herë në sezon, por pse jo ta zhvillojmë çdo ditë. Në një kanoe është një person apo ka më shumë? Ka disa lloje kanoesh, janë kanoe që janë vetëm për një person, janë edhe kanoe familjare, domethënë 2+1,
ku një familje me një fëmijë të vogël shumë mirë mund të vozisin, ta kalojnë pak kohën e Sa të sigurta janë? Janë shumë të sigurta. Ne kemi lekët e shpëtimit, që është e ndryshme për kanuistin ta veshi. Materiali kanues është plastik, që është i pamundur që të fundoset. Gjithashtu ne jemi gjithmonë është liçenia ka fatmirësinë që nuk ka kthesa, kështu që gjithmonë dikush po i vështron kanuistin. Gjithashtu ne jemi në bashkëpunim me përshkretarët e zonës, në qoftë se mund të ketë një vibrim të liçenit ose mund të çojë një erë ose pak dallë, njerëzit mund të tremben që mund të ndërhyjmë në çdo moment. Kur nuk është e lejuar që të vozitësh? Në qoftë se kemi një liçen që nuk është miqësor, nuk është e lejuar, nuk është logjike që të është në liçen. Përndryshe, por Stina Verës rrallë herë liçeni është shumë miqësor në Verë, fatmirësisht. Kështu që çdo ditë është e mirë të vozitesh. Pjesët më të bukura të vozitjes janë lindja e diellit dhe perëndimi i diellit. Gjithashtu edhe moti është i nxehtë, tash klima është shumë e nxehtë, dhe në mëngjes është një freski aty, ose gjithashtu në mbasditë e vonë është një kënaqësi e papallme. Çfarë interesi ka paraqitur? Interesi është i madh. Ne thash më parë është viti i dytë që po ofrojmë këtë shërbim. E filluam në kohë pandemisë, sapo hapën gjërat. Pasi ju keni patur një përvojë të mëhershme dhe një përvojë personale imja që në rini time, u dha mundësia të ofrojmë këtë shërbim edhe në qytetin e Shkodrës. Pse jo? U krijua dhe po korrë suksesit e veta. Hap pas hapi do mbrim në një pikë që shpresojmë që të jemi pionerët e parë që të krijojmë edhe një kulturë sportive, profesionale, nga brezat e ri ose nga Në fakt ata që vizitojnë kanoet që i marrin ato për shëtitje, të çfarë moshesh kryesisht janë? Kryesisht bëhet fjalë nga mosha 20 vjeç deri 40 vjeç. Është pjesa më e madhe. Pasi nuk lejohet që të marrësh një kanoe në moshë 18 vjeç i pashoqëruar nga një i rritur. Kjo është për përgjithësi sepse gjithmonë kujdesi duhet. Duhet ta shijojmë natyrën për me një kujdes mjaft të mirë. Të jemi të kujdesshëm. Kryesisht kjo moshë për vetë faktin sepse është ajo moshë që është më aktive. Është ajo moshë që është më guximtare. Është ajo moshë që i don eksperiencët e reja. Është ajo moshë që do të bëj një foto për ta hallë në Instagram ose në Facebook. Të gjitha janë. Kjo është ideja. Siç po thosha më përpara, kulmi i pëlqimit të kanotazhit të këtij shërbimi u pa vjet në muajin shtator, që u zhvillua për herë të parë kampionati amator për kanotazhin. Domethënë ne mritëm një pikë ku u krijua ajo baza e fanatikëve, të thoja, për me bërë gjiro me kanoe dhe i organizuam gjithë to klientët tanë në një javë gara derisa në finale. Gjithashtu jo vetëm gjiniera mashkullore, por edhe gjiniera femërore mori pjesë me çmime simbolike normalisht. Kjo ishte viti që shkoi, ishte vetëm viti i parë fillesa, si mjet të zhvillohet përsëri. Besoj në një stap tjetër. Një stap tjetër me bashkëpunimet e reja, me bashkëpunimet e duara, që ta krijojmë atë gjendjen sa më të pëlqyeshme dhe të thithim sa më shumë persona, sa më shumë pjesëmarrës. Jo vetëm nga Shkodra, por edhe nga rajonet fshinje. Me sa di unë, në fillesat e këtij sezoni keni pasur shumë turistë të huaj apo turistë që vinë nga vende të tjera të Shqipërisë. Janë organizuar edhe grupe nga Tirana, nga Durrësi, nga Elbasani, por ndryshe nga vjet, paktën në eksperiencën time, kemi pasur edhe shumë turistë të huaj.
që qëndrojnë në hotelet, për hostelet e Shkodrës dhe vinë për shijuar Shiroken, se nuk mund vish në Shkodër pa hangër, pa kalu edhe nga Shiroka për ta parë. Edhe dalin janë shumë të kënaqur me shërbimin që ne po ofrojmë. Për hir të së vërtetës do të ndalemi edhe në një fakt jo shumë të pëlqyer, siç janë brigjet me alga ose me të mbushura të liçenit pikërisht në Shirok. Sa problematikë ndjen në këtë? Është problematike, shiko, rregulli duhet, pastrimi duhet, mirëmbajtja duhet, sidomos në pjesën e bregut do thojë unë. Po kjo gjë ka të mirë dhe të këqijat e veta. Në mendimin tim personal, dikush ideja është të ta lësh të virgjër, të mos ndërhysh ose të mirëmbash dhe të ndërhysh tek ambienti. Okay. Ka persona që pëlqejnë ashtu si me gjitha të algat, që mund t'jenë pak si po ne pesme. shpesh ndotim sepse shumë lokale atje Kjo është diçka nuk sillen ashtu siç. Kjo është diçka tjetër, kjo ka të lidhje me kulturën tonë për fat keq, por ka përmirësime. Ka jashtëzakonisht përmirësime dhe tash me sa për shembull me investimin që është bërë uji dhe zeza s'po derdhë më në liçen. Bashkia mos gaboj ka kosha komunesh, çdo qytetar mund me hall kërkoj falje. Mund me hall shishin plastike te koshi i vet. Kjo është në kulturën e secilit prej nesh. Natyrisht, është edhe një thirrje që qoftë edhe nëpërmjet këtij programi ta mirëmbajmë ashtu siç natyra është shumë bujare me ne, ashtu siç Shkodra na ofron mrekullisht resurse të mrekullueshme për ta shijuar, për të aplikuar, për të ecur, për të ngjitur, për të vozitur, për të notuar. Le ta mirëmbajmë pak më mirë. Duhet mirëmbajtur. Duhet sepse është një natyra është një bashkëlltar joni. Ne jetojmë aty. Nëse unë do të sot, do vi fëmia nesër, fëmia im nesër dhe do ta gjejnë të ndotur. Por ka shumë përmirësime, Merita, unë jam aty çdo ditë dhe shikoj më nga afër. Janë grupe të organizuara, shoqata të ndryshme, që merren me pastrimin e brigjeve të liçenit. Gjithmonë ka vend për të përmirësuar. Natyrisht. Ndërkohë që le të qëndrojmë te kanotazhi. Shumë prej vizitorëve tuaj, shumë prej atyre që bëjnë kanotazh, janë ato që vinë për herë të parë, por jo të gjithë, ata që e shohin tashmë si një nevojë për të takuar kanoet, për të takuar ujin e liçenit, për të takuar sipërfaqen e gjanë të tij, edhe pse jo për të përfituar një qetësim psikologjik në radhë të parë, më pas edhe një mundësi të zhvillimit fizik. Shumë kush që ka për herë të parë, gjithë ato janë rikthyer edhe një herë. Kjo tregon që i ka tërhequr një gjë e tillë. Që ja ka vlerë një investim i tillë, që një atraksion i tillë, një që njerëzit kanë nevojë për zona rekreative. Gjithë liçen aty është gjynaf. Ta shikosh bosh. Ka dhe iniciativa spontane që sidomos nga emigrantët tanë shqiptarë që windsurf, kitesurf, me stand-up paddle që janë disa kultura mjete që lundrimi në ujë. Pra ju takoheni në një autostradë ujore? Po, patjetër. Ideja është që ne t'i bëjmë njerëzit të rikthehen, të qëndrojnë me gjatë, të pushojmë se ja unë në Shirok ose në Shkodër. Jo vetëm shkodranët, por edhe kemi nevojë edhe për turista. Natyrisht. Çdo një xhiro me kanoe mund duket diçka e vogël, por ju siguroj që po pëlqejt shumë nga të huajt. Sidomos ato që kanë qenë vite më parë
nuk kanë gjetur një atraksion, një zonë rekreative të tillë, dhe tash po e gjejnë dhe kanë mundësi ta shijojnë. Vjetë si përvojë e parë kulmoi me një garë me kanoe. Mendoni ta ktheni në traditë këtë garë në mënyrë që Absolutisht po, sepse po kërkojmë vetë kanoistët. Vetë ato që kanë marrë pjesë vjet, shiko se ka marrë një shok që do në marrë pjesë, kur do në me bë kampionatin si mirë. Okay. Kishte një fitues? Kishte disa fitues, për mua ishin gjithë fitues. Po, sepse me distancave ata çunat edhe ata vajzat që mbajnë pjesë aty ishte hapi i parë i historisë, me paktën ndjenin teme për qytetin e Shkodrës, që më zhvillu një diçka e tillë. Ishte disa çmime simbolike. Pjesëmarrja ishte 80 persona. 80 persona. Gjie femërore, gjendje mashkullore. Një kampionat i Mirëfield. Një kampionat. Me ata gjatë mundësitë e vogla që kemi pas. Shimjet ne shpresojmë që të kemi një bashkëpunim më të gjerë edhe me institucionet shtetërore, që krijojmë diçka më të bukur, diçka më atraktive. Ju janë përgjigjur? Jemi në bashkëbisedime sipër. Pra në negociate. Okej. Tash çdo gjë do në kohën e vet. Kur ka risi të tilla, njerëzit ne jemi mësuar edhe me rutinën. Vjen Luani, sjell kanoe, do bëj kampionat për të rrallën, si natyrisht. Do gjithë në kohën e vet. Do të maturohet një herë që të shfrytëzohet. Është dëshira, është mundësia, është edhe interesi që ka paraqitur. Gjë që do të thotë që kanoist përgatituni me stërvitje për në shtator. Janë gjëra interesante, por që lidhen me shijimin dhe përfitimin nga natyra. Janë iniciativa, por edhe mundësi shumë të mira të zhvillimit dhe të shijimit natyrisht të gjitha resurseve që ka Shkodra jon, liçenin në këtë rast, por jo vetëm. Unë ju falenderoj shumë që na sollët këtë freski, liçeni, këtë mundësi që ka për të vëzitur me kanoe, këtë mundësi që ka për të zhvilluar një garë, pse jo për të tërhequr sa më shumë vizitor dhe për të shijuar sa më shumë natyrën me të gjitha mundësitë që ka, me të gjitha pasuritë e florës dhe faunës së saj, por asaj arome që vërtet e ndjen së brendshme duke vozitur me ujin, me hapësirën, me çdo gjë që ka përreth liçeni i Shkodrës. Falenderoj juve për mundësi që na jepni çdo herë. Unë i bëj një ftesë gjithë atyre që po na dëgjojnë apo na shikojnë. Hajde në Shirok, kaloni një kohë shumë të pëlqyeshme me kanoe. Njihuni me liçenin e Shkodrës. Unë personalisht përpara nuk e njihja. Natyrisht, ka gjanat pas zbulume, sado që të thuash, gjithmonë ka mundësi për të zbuluar. Patjetër. Dhe kjo është një ftesë. Gjithashtu bëheni gati për kampionatin që do zhvillojmë, do jetë diçka më pak e lodhshme se vitin që shkoi, pak më professional. Edhe kaq më. Një gjë shumë e bukur. Unë ju falenderoj dhe ju uroj mbarësi në këtë sipërmarrje tuaj të çdoditshme me kanoet mbi liçen. Faleminderit. Faleminderit juve. Dhe shumë suksesa. Faleminderit.